Shoqata kulturore Kërçova në Zvicër organizoi manifestimin e saj tradicional kulturor, duke mbledhur bashkëdhetar të shumt në një mbrëmje të veçantë, kushtuar ruajtjes dhe promovimit të kulturës dhe traditës shqiptare. Manifestimi filloi me intonimin e himnit kombëtar, ndërsa të pranishmit i përshëndeti kryetari i shoqatës Resul Mehmeti. Në fjalën e tij të mirëseardhjes, ai uroi gjithashtu 17 shkurtin, ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës, duke theksuar rëndësinë e kësaj date për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Shoqata kulturore Kërçova Zvicër, përmes organizimeve të këtilla kulturore, sportive dhe arsimore, ka për qëllim ruajtjen, zhvillimin, promovimin dhe transmetimin e vlerave kulturore te gjeneratat e reja, sidomos të atyre vlerave që lidhen me trevën kërçovare dhe trojat tona të origjinës. Në këtë manifestim tradicional, fjalë përshëndetse mbajtën edhe profesori Nazif Selimi dhe gazetari Sadik Emroja, të cilët vlerësuan rolin e diasporës për ruajtjen e identitetit kombëtar dhe forcimin e lidhjeve mes bashkëdhetarëve. Në vazhdimsi, kur ju shoh ju kënaqem se disa prej jush edhe njoh, këtu në mesin tuaj kemi edhe intelektual, gjeneratat të reja të cilët janë mishëruar me vendin, me kohën, me ritmin e jetës këtu, por nuk mund mos e përmend të madhin Martin Camaj, i cili vinte nga veru i Shqipërisë, nga Alpet, andej ku gjarë për i pinte ujë në një burim të përbashkët me marsorin, andej ku marsori dilte për para ujë dhe i thoshte urdhro, nga mund të jeti. Në luftoj kryetarin e shoqatës zotin Resul Mehmeti që të ndajmë me njohë. Le të vazhdojmë të ruajmë këtë frym bashkimi dhe të përcjellim tek brezat e arshëm të cilët na rriten në këtë vend, dhe tani janë brezi 3, 4 apo 5, dhe kjo trashëgimi të ruhet një thesar shumë i çmuar, se këtë e meriton Kërçova dhe rrethina. Edhe njëherë, mirënjohës për të gjithë, ajo që dua ta them me gjithë zemër dhe ju përkulem bërgatës që ju keni bërë gjithë për Kërçovën, qoftë jetën kulturore, politike, ekonomike, humanitare e të tjera. Gjithashtu me fjalë përshëndetse u paraqit edhe mjeku Florim Cuculi. Po për faktin që na përçau neve, na bëri që një grush njerëzish ta urrej njëri tjetrin. Edhe unë e kam thënë disa herë dhe publikisht, nuk na ka hije neve të jemi të përçarë në atë mënyrë. Neve na ka hije të jemi të bashkuar, po bashkimi kërkon që ne ndonjëherë të diskutojmë me njëri tjetrin, ndonjëherë dhe ta kritikojmë njëri tjetrin pa u idhnuar, ndonjëherë kemi dhe mos pajtim, edhe më në fund të takohemi në një manifestim të tillë dhe të festojmë bashkë, të jashtrim dorën njëri tjetrit, ashtu na ka hije neve. Dhe çdo njeri tjetër i cili na thot urreja tjetrit se është i partisë gabuar, urreja tjetrit se është i mendimit të gabuar, nuk bën mirë, ai nuk na e don të mirën neve. Manifestimi vijoi më pas me një program të pasur kulturoro-artistik, ku nuk munguan këngët dhe vallet popullore, duke krijuar një atmosferë festive dhe duke sjellë frymën e traditës shqiptare në mesin e diasporës.